Si çdo javë, edhe këtë herë Kino Hyrje Hana ka publikuar orarin e filmave që do të shfaqen gjatë ditës së premte dhe në vikend, duke bërë të ditur për adhuruesit se kësaj radhe do të shfaqen 3 premiera, bashkangjitur me filma tjerë. Scream 7, Solomio dhe Crime 101 do të jenë filmat që do të shfaqen premier, duke lënë të gjithë publikun me sy hapur. Dita e premte do të fillojë me shfaqjen e filmit Wuthering Heights nga ora 18, ndërsa premiera e parë e javës, Scream 7, do të shfaqet po të premten me fillim nga ora 20:30. Dita e shtuntë do të ketë një repertuar të gjerë të shfaqjes së filmave, ku ora 13 i rezervohet filmit Tom and Jerry Forbidden Compass, për të vazhduar me shfaqjen e premierës Solomio nga ora 16. Dita vazhdon me filmin Loja e fundit në ora 18 dhe përmbyllet me shfaqjen e premierës Crime 101 në ora 20. Ndërkaq dita e diel do të fillojë me shfaqjen e filmit The SpongeBob Searching for SquarePants në ora 13, loja e fundit në orën 16, për të vazhduar me filmin Scream 7 ora 18 dhe përmbyllet me rishfaqjen e filmit shqiptar Loja e fundit ora 20.